Përshëndetje, si që shikoni jam gjithë entuziazm sot, sepse do shkoj të vizitoj muzeun Shpella e Dragojit. Unë i kam vërtet shumë qejf që të vizitoj muze, pavarësisht se varet sipas kohës ose mundësive, por kur më japin ftesa, nuk i refuzoj kurrë. Kështu që ejani me mua sot ta vizitojmë bashk Shpellën e Dragojit. Nisemi për një udhëtim të shkurtër. Gjërat që duhet të marr me vete i kam futur në një çantë shpine. Një sanduiç të përvet, një bidon ujë, një kafe. Kaq dhe e mbyllim çantën të nisemi. Jemi mbledhur tek vendi i nisjes dhe jemi ndarë në grupe nga 5 veta, sepse do nisena me makina të vogla. Shpresoj që të na ecë udhëtimi mbar. Këto pemët që çelin kaq bukur ja adhuroj, edhe pse shkaktojnë alergji, janë kaq të mrekullueshme. Ja dhe kanali këtu. Një gjë të re që mësova sot është se kjo bima e verdhë quhet kolzë edhe këtu në Francë, siç quhet në Shqipëri. I vetmi dallim atëre që është te kjo bima është sepse ne në Shqipëri e përdorim për t'ia hedhur lopës, kurse këtu e përdorin për të prodhuar vaj gatimi dhe vaj makinash. Pas 40 ca minutash larg qytetit ton, më në fund arritëm. Dhe vendi quhet La Caverne du Dragon, që do të thotë gazerma e dragojit, po që ka të bëjë me luftën e parë botërore. Këtu janë dhe oraret kur mund të vizitohet. Po më duket një vend goxha interesant dhe të shohim kur të futena brenda ta vizitojmë. Këtu tek kjo pjesa vijnë disa zëra sikur po bëhet lufta akoma dhe vijnë nga kjo gjëja këtu. Për pamjen jashtë dhe për natyrën nuk di çfarë të them. Është një mrekulli. Po më pëlqen shumë. Nuk e di se çfarë do shohim aty brenda, por do doja të rrija jashtë në këto momente. Në këtë zonë specifike, lufta ishte kryesisht mes francezëve dhe gjermanëve. SBA, Angli, Itali ishin pjesë e luftës në përgjithësi. Kryesisht gjatë viteve 1914 1918. Zona ishte veçanërisht aktive në 1917 gjatë një betejë të madhe franceze. Këtu brenda ruhen uniforma franceze, uniforma gjermane dhe helmeta. Gjithashtu ka pushkë dhe municion, artilleri e lehtë, pajisje komunikimi dhe gjëra të tjera që janë ruajtur gjatë luftës së parë botërore. Janë vendosur disa pajisje moderne që mund të marrësh të gjithë informacionin që dëshiron. Në këtë pajisje mund të gjeje shumë informacion, gjithashtu edhe video gjatë luftës, harta e sipërfaqes ku është zhvilluar lufta. Lufta e parë botërore përfundoi në 11 nëntor 1918, ku u nënshkrua një marrëveshje armpushimi. Luftrat ndaluan në të gjitha frontet, jo vetëm në Francë, por edhe në Belgjik, në Gjermani dhe në fronet e tjera të Europës. Një fakt shumë interesant ishte sepse lufta është ndalur në orën 11 më 11 i 11 1918. Ky muze përmban tunele të shumta poshtë në tokë, diku te 3 kate poshtë në tokë. Brenda këtyre mureve gjenden gjurmë origjinale nga lufta, objekte të ruajtura dhe ekspozuara si muze, objekte të ndryshme që janë përdorur gjatë luftës. Një nga gjërat që më bëri më shumë përshtypje janë këto shkrimet në mure. Këto nuk janë krime, janë origjinale, të lëna nga vetë ushtarët gjatë luftës së parë botërore. Janë emra, data, ndonjë mesazh i shkruar, gjurmë që njerëzit kanë qenë këtu më parë. Dhe ajo që është më e pabesueshmja, këto shkrime janë si nga francezët, ashtu dhe nga gjermanët, brenda të njëjtës shpellë. Gjatë luftës së parë botërore, kjo shpellë përdorej nga ushtarët si strehim nga bombardimet. Lufta zhvilloi mbi tokë, por ushtarët zbrisnin në këtë shpellë për t'u mbrojtur nga bombardimet. Brenda ka pasur dhoma gjumi, depo armësh, spitale të improvizuara. Ishte një vend strategjik shumë i rëndësishëm. Ajo që më tronditi më shumë është se francezët dhe gjermanët ndodheshin brenda të njëjtës shpellë
vetëm disa metra larg njëri tjetrit. Shpella ka shumë korridore dhe tunele, ku njëra anë përdorej nga francezët dhe tjetra nga gjermanët. Brenda kësaj shpelle nuk ka vetëm histori, ka gjurmë reale të ushtarëve. Janë objekte të thjeshta, por tregojnë jetën e tyre të përditshme këtu poshtë. Është shumë interesante për mua kjo histori, prandaj durova ta dëgjoj deri në fund. Edhe pse për mua nuk ishte e lehtë, i kam fobi nga këto vendet e mbyllura si tunele dhe mezi po pres të dal jashtë. Por ja vleti, sepse mora një informacion që do të më duhet në të ardhmen nëse do vazhdoj të jetoj akoma në Francë. Kjo ishte edhe vizita në kazermën e Dragojit, që ka të bëjë për historinë e luftës së parë botërore. Në fakt në fillim u futa me qef, por tani në fund mezi po prisja që të dilja sepse u mbyta atje brenda. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund me mua. Mos harroni të bëni like dhe lini koment nëse ju pëlqejnë videot e mia. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe qëndroni këtu për video të tjera. Shihemi në videon e radhës. Mirupafshim!